Po në situatën që kemi qenë, fatkeqësisht ka qenë e pamundshme që të bëhet diçka me dialog, por në kësaj radhe mendoj që nuk ka qenë faj vetëm i Kosovës, sepse edhe në Serbi kemi një situatë politike shumë jo stabile, atje ka protesta masive, popullore, ma shumë se një vetë, dhe si rezultati kësaj mendoj që edhe institucionet në Republikën e Serbisë nuk kanë qenë në gjendje që t'jenë pjesë e debateve, e takimeve substanciale me Kosovën. Sigurisht që kjo e pengon, por si që thash më herët, kjo jo vetëm për fajin e Kosovës. Po sigurisht që çështja e dialogut me Serbinë do t'jetë njëra prej sfidave të cilat e presin qeverinë e re, por se kjo ka të bëjë shumë edhe në varet shumë edhe prej zhvillimeve në Serbi. Sipas informatave që kam, atje do të ketë zgjedhje parlamentare dhe prezidenciale dikun ka fundi i vitit, dhe unë nuk besoj që deri atëherë institucionet serbe do të lëshohen në debate të thella, nëse mund të them kështu, me partnerët nga Kosova. Po kem pas sinjalet e para nga komisionera për zgjerim Mata Kos, e cila ka dhënë një urim, kuptohet, për formimin e qeverisë së re dhe kërkon që të bën reforma rreth integrimin me Bashkimin Evropian. E dyta ka qenë deklarata së me Kallasit edhe pashtu edhe në platformën X, e cila ka uruar Kurtin dhe ka kërkuar që të kryen edhe reformat, por njëkohësisht dialogu Kosovë-Serbi të jetë në fokus. Dhe mendoj që në këtë drejtim, sidomos ka fol Kallas pak a shumë, që do beson që plani dhe ndihmat që bën me planin e rritjes ato fondet të cilat Kosova mund të përfiton, të aprovohen në parlament, që do thotë që edhe sot është paralajmëruar që parlamenti do mlidhet dhe do të votoj ligje ndërkombëtare. Besoj që gjitha këto sinjale tregojnë që evropianët, ose në këtë rast Bashkimi Evropian, është interesuar që ta ketë në fokus dialogun. A do arrijë që për një kohë shumë të shpejt, ndoshta besoj mrena fateve, sidomos në sezonën e pranverës, dhe muj që do hymë, do ketë një tentativë për një takim të nivelit të lartë Kurti Vučić, dhe besoj që fokusi do jetë këtu. So do jetë rezultativ, do shohim, por besoj që e presin sfidat më qeverinë e Kosovës në këtë drejtim. Po politika brenda Serbisë është, mund të them, shumë e fragmentuar, dhe zgjedhjet mund ta prishin pak itinerarin e takimeve ose të prolongimit, dhe kjo mund të jetë një lloj taktizimi me të cilën besoj që edhe në nivelin e Bashkimit Evropian e din këtë fakt, që mund të ketë pastaj një prolongim për shkak të situatës brenda politike në Serbi që përkon me pushtetin, dhe mendoj që kemi hyrë në një fazë e cila mendoj që është jashtëzakonisht dilematike, që do të kemi një kohë të afërt një lloj takimi dhe rezultate nga këto takime, që unë dyshoj, mirë po evropianët kanë probleme tjera. Jashtëzakonisht të mëdha që ka të bëjë pari me luftën në Ukrainë, pastaj me problematikën e tyre të brendshme të secilit shtet, ose sidomos të fuqive kryesore të Bashkimit Evropian. Mirë po, tentativa e evropianëve, ose në këtë rast e Kallasit dhe e Sorensenit, do jetë që të organizojnë një takim me cilin do të tentojnë që proceset të shkojnë para, por prapë mendoj që në pranverë mund ta kemi edhe një tentativë amerikane rreth ndonjë, mund të them kështu, dokumenti i cili ha për ha nuk dihet paralajmërohet, është paralajmëruar, por do jetë, mund të them, që mund të gjasojnë në modele të ndryshme që japen në krizat ku ka në botë. Ka përgjegjësi shumë të mëdha dhe gjatet para një dileme, mund të them që tash kemi hymë në atë fazën kur të gjitha ato që janë arritur me marrëveshjen draft, marrëveshjen e Ohrit me cilat, ose planin franko-gjerman. Mos të harrojmë një fakt, është një këshilltari Macronit, Emmanuel Bonnet, i cili ka zhvilluar një vizitë në Moskë për të aranjuar një takim. Kjo është çështje pak më globale mes Macronit dhe Putinit. Mirë po ky Emmanuel Bonnet është arkitekti i planit franko-gjerman. Ky këshilltari Macronit. Dhe kjo besoj që tregon disa shenja, disa elementë që mund të kemë një
mund të them, situatë jashtëzakonisht të vështirë që do jetë për qeverinë e Kosovës, dhe kjo ka të bëjë me atë se nuk do thotë që edhe pushteti, marrja e pushtetit të vroll shumë me 1% nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, do ketë obligime dhe përgjegjësi të cilat kanë të bëjnë, mund të them, jo vetëm me këtë qeveri, por me të gjithë të ardhmen e vendit, dhe mendoj që Kurti në këtë drejtim është i vetëdijshëm dhe din që obligimet dhe detyrat që i ka në raport me Bashkinë Ndërkombëtare dhe këtë rast me Bashkimin Evropian, por edhe me palën amerikane, do jenë procese që do jenë kogja të vështira për të sfiduar dhe për të parë se sa do jetë ai që do mbaj proceset me të cilat do mbrojë interesat e Kosovës, apo do jetë në gjendje të bëjë një kompromis.